Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa sahbihi al-muntajabin wa ala al-jami' al-anbiya illahi wal-mursalin. Assalamu ala al-Husayn wa ala Ali ibn al-Husayn wa ala awlad al-Husayn وعلى أصحاب الحسين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Me emrin e Allahut të gjithë mëshirshmit, mëshirëplotit. Falënderimet më të sinqerta janë për Allahun e madhruar. Paqja e bekimet e Allahut qofshin mbi profetin Muhammed, mbi familjen e tij të pastër, mbi shokët e tij të zgjedhur dhe mbi të gjithë të dërguarit dhe profetët e Allahut të madhruar. Paqja qoftë mbi Hysejnin, paqja qoftë mbi Aliun, birin e Hysejnit, paqja qoftë mbi fëmijët e Hysejnit, paqja qoftë mbi shokët e Hysejnit, paqja, bekimet, mirësi dhe mëshira e Allahut qofshin mbi ju të dashur vëllezër dhe motra. Në vazhdim të ligjëratave rreth Imam Husejnit dhe ndodhisë së Kerbelas, për sot do të flasim rreth temës të rinjtë e Kerbelas, shembulli i besimit dhe i moralit të lartë. Prej personazheve të ngjarjes së dhimbshme të Kerbelas në ditën e 10 të muajit Muharram ishin edhe të rinjtë. Ata patën një rol të spikatur dhe me ndikim të madh, duke dhënë shembujt më të mrekullueshëm të sakrificës dhe vetflijimit. Të rinjt e Kerbelas, si Abul Fadl Abbas, Abbasi i biri i Aliut, siç njihet në Shqipëri, Abbas Aliu, Qasim, biri i Imam Hasanit, Ali Ekberi, biri i Imam Hysejnit, djem e Muslim ibn Aqil, e të tjerë të rinj, si dhe shokët besnik të Imam Hysejnit paqja qoftë, përbënin bërthamën e fortë në mbrojtjen e parimeve dhe vlerave të larta morale dhe islame. Të dashur vëllezër dhe motra, roli i të rinjve në Kerbela nuk u kufizua vetëm në luftim, në betejë, por ata u dalluan edhe për vetdijen e thellë dhe kuptimin e qartë të objektivave të lëvizjes dhe të revolucionit të Imam Husejnit paqja qoftë mbi ta. Kur flasim për Kerbelan, shpesh kujtojmë sakrificën e Imam Hysejnit, por në këtë ngjarje të dhimbshme, në këtë tragjedi madhështore, një vend të veçantë zënë pra edhe të rinjt që qëndruan pranë Imam Hysejnit. Ata nuk ishin thjesht pjesëmarrës në një betejë, por shembuj të gjallë të besimit, moralit, guzimit dhe përkushtimit ndaj së vërtetës. Prandaj, ata të rinj le të jenë shembull për ne dhe për rinin ton në çdo fushë të jetës sonë. Është detyrë të rinjve musliman të njihen me personalitetin e të rinjve të Kerbelas dhe të marrin shembull në jetën e tyre të përditshme. Ata duhet të merren shembull, por si t'i marrin për shembull në ata? Së pari, rinia e Kerbelas të merret shembull në besimin e tyre të palëkundur. Të rinjt e Kerbelas
e njihnin të vërtetën dhe nuk e braktisën atë, edhe kur përballë kishin vdekjen. Ata e vendosën kënaqësinë e Allahut mbi çdo interes personal. Ata të rinj ishin zbatues të fjalës së Allahut të madhruar në surën Ahzab, ajeti 23, ku thuhet: Minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadu Allah alayh. Ka prej besimtarve burra që e mbajtën besën që i dhanë Allahut. Besimi i të rinjve të Kerbelas na mëson që edhe ne të qëndrojmë të palëkundur në fenë tonë, pavarësisht presioneve të ndryshme. Ata të rinj e mbajtën besën e dhënë Allahut dhe e mbrojtën, e përkrahën imamin e tyre, imamin e kohës, Imam Hysejnin, deri në pikën e fundit të gjakut të tyre. Së dyti, rinia e Kerbelas të merret shembull në bindjen e tyre ndaj udhëheqjes së drejtë. Të rinjt e Kerbelas nuk e lanë vetëm Imam Hysejnin, paqja qoftë mbi të. Ata e kuptuan se mbrojtja e udhëheqësit të së vërtetës është detyrë fetare dhe morale. Kur Imam Husejni, paqja qoftë mbi të, i lejoi shokët e tij, nga të cilët kishte edhe të rinj, të largoheshin natën e Ashuras, të iknin. Ata u përgjigjen me besnikëri të jashtëzakonshme dhe refuzuan ta braktisin. Njëri prej tyre, Zuhair ibn Qaim, Allahu qoftë i kënaqur me të, tha: Pasha Allahun, do të dëshiroje të vritesha, pastaj të ringjallesha, pastaj të vritesha përsëri, dhe kjo të përsërite 1000 herë, kur nuk do të braktisim o Husein. Këto fjalë janë ndër shembujt më të lartë të besnikërisë në histori. Kjo na mëson të qëndrojmë gjithmonë në anën e së vërtetës dhe të drejtësisë, të kundërshtojmë të kotën dhe padrejtësinë. Së treti, rinia e Kerbelas të merret shembull në guximin e tyre. Ata të rinj nuk u friksuan nga numri i madh i armikut që kishin përballë. Ata e kuptuan se fitoria e vërtet nuk matet me numra, por me qëndrimin përballë padrejtësisë. Ata kur nuk u friksuan. Ata zbatuan edhe thënien e Imam Aliut, paqja qoftë mbi të, i cili ka thënë: mos u tremni nga pakica e njerëzve në rrugën e së vërtetës, sepse ata ishin besimtarë të sinqertë, besonin me vetdije të plotë në Allahun fuqiplot. Sot, i riu besimtar duhet të ketë guxim të mbrojë moralin, fenë dhe dinjitetin e tij. Së katërti, rinia e Kerbelas të merret shembull në moralin dhe pastërtinë e tyre, pastërtinë shpirtërore të tyre. Një nga figurat më të ndritura të Kerbelas ishte Ali Ekberi, paqja qoftë mbi të, djali i madh i Imam Hysejnit, i cili njihej për moralin, edukatën dhe ngjashmërinë e tij me profetin Muhammed, paqja e bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij. Kur doli në dy luftim,
Imam Husejni alayhi salam ngriti duart drejt qiellit dhe tha: O Allah, përballë asaj ushtrie ka dalë më i ngjashmi me të dërguarin tënd. Të rinjt e sotëm duhet të përpiqen të zbukurohen me sinqeriteti, me respektin ndaj prindërve, me sjelljen e mirë, me ndeshmërinë, me modestinë dhe me devotshmërinë. Të tillë ishin të rinjt e Kerbelas, të zbukuruar me të gjitha këto tipare dhe këto sifate, me sinqeritet, respekt ndaj prindërve, me sjellje të mirë, me ndeshmërinë, me modestinë dhe me devotshmërinë. Prandaj, nëse të rinj zbukurohen me këto tipare, me këto cilësi, padyshim që vetë ata do të jenë të lumtur në jetën e tyre, po ashtu lumturia do të mbizotrojë qoftë në familjet e tyre apo në shoqërinë ku ata jetojnë. Profeti Muhammed, paqja e bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij, ka thënë: më i miri prej jush është ai që ka moralin më të mirë. Dhe ky hadith i profetit tonë të dashur përputhet me të rinjt e Kerbelas, sepse ata ishin të stolisur me moralin më të mirë. Së pesti, rinia e Kerbelas të merret shembull në sakrificën e tyre. Të rinjt e Kerbelas sakrifikuan rinin, rehatin dhe jetën e tyre për të mbrojtur Islamin. Sakrifica e tyre na mëson që edhe ne të sakrifikojmë kohën për adhurim, mundin për të ndihmuar të tjerët, pasurinë për bamirësi dhe energjinë në shërbim të fesë dhe të shoqërisë ku jetojmë. Së gjashti, rinia e Kerbelas të merret shembull në ndërgjegjësim dhe përgjegjësim. Të rinjt e Kerbelas nuk ishin indiferent ndaj ngjarjeve të kohës së tyre. Ata ishin të vetëdijshëm se çfarë po ndodh. Ata e kuptuan përgjegjësinë që kishin përballë Allahut dhe shoqërisë. Dhe për këtë nuk hezituan për të kundërshtuar padrejtësinë dhe për të mbrojtur të vërtetën dhe të drejtën me jetën e tyre. Edhe sot, i riu musliman nuk duhet të jetë indiferent e as spektator ndaj padrejtësisë, korrupsionit dhe degenerimit moral, por të jetë faktor pozitiv në familje dhe në shoqëri. Të dashur vëllezër dhe motra, Kerbelaja nuk është vetëm histori për të kujtuar, por është shkollë për të ndjekur. Të rinjt e Kerbelas na mësojnë besimin e fortë, besnikrinë, guximin, moralin e lartë, sakrificën dhe përgjegjësinë shoqërore. E lutë Allahun të na bëjë për atyre që ecin në gjurmët e Imam Husejnit, paqja qoftë mbi ta, të Ali Ekberit, të Kasimit të birit të Imam Aliut dhe të gjithë të rinjve të Kerbelas, paqja qoftë mbi ta. Qofshim për atyre që e mbrojnë të vërtetën dhe jetojnë me krenari dhe me dinjitet në këtë jetë. Paqja qoftë mbi Husejnin, mbi Aliun, mbi birin e Husejnit, mbi fëmijët e Husejnit dhe mbi shokët e Husejnit. Paqja, bekimet, mirësi dhe mëshira Allahut qofshin mbi ju.